Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Londër, do lidhemi me Përparim Morinën. Në fakt ky emër është shumë i njohur për mua sepse ka qenë dhe herë të tjera këtu në live me Odetën përpara 6-7 muajve. Përparim Morina ka kërkuar ndihmën time pasi ka pasur probleme me ish-gruan, nënën e 2 fëmijëve, e cila e kishte denoncuar në policinë angleze për dhunë në familje. Çifti ishte divorcuar, por problemet vazhdonin me gjykatat në Londër. Por çfarë ka ndodhur këto 7 muaj do të jetë përparimi sot që do na i rrëfej dhe duket sikur ka rilindur, ka nisur një tjetër jetë. Por gjithsesi, për gjithë ata që nuk e njohin historinë e Përparim Morinës, unë dua të prezantoj një klip të shkurtër dhe rikthehemi sërish bashkë live. Ka qenë një program My Music. Dhe e shikoj aty, pas 10 minutash më kërkon numrin e telefonit, i thashte jema, thuaj të dua shumë, kjo më thashte të dua. Thuaj të puth, kjo më thashte të puth. Dhe bëni dasëm, edhe princi anglis ma mërmendja, me bukur nuk ashtë bërë. Dhe kjo pas ka patur një lidhje, ku ma tha vetëm, pas ju në sova në Londër, ajo kishte patur marrëdhënie dhe me një polis rrugor. Dhe ju thashte njerëzve që ma ka qenë thashte burri, po ka burr që i qen një person dhe i thot, shkoti dhe më ka bluan. Dhe e kishë mësua të gratë që bëj denancim ti me anë të kalamajve sikur ju ka rafur, dhe nëse ato kalamaj nuk janë të mirë. Unë nga goja ime te, kur unë të vdes, unë nuk kam ju thënë që ju nuk jeni kalamajt. Se kam rrit 13 vjetë, jam rritur me përkdheljet e tyre, ngriesha në mëngjes, në darkët, flija, i vijam punë, me përqafimin e tyre. Mirë, jemi rikthyer sërish bashkë live dhe do hap me një dritaren të ftoj zotin Përparim Morina, i cili do na japi lajme të mira me sa duket sot. Përparim, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, gjithashtu edhe nga ana ime. Nuk e di pas sa kohësh, po lidhemi sërish bashkë live. Kemi qenë 2 herë të 2 live për problemet që ti ke pasur me partneren tënde Elidën për shkak të 2 fëmijëve. Por çfarë ka ndodhur për gjatë këtyre muajve? Kanë kaluar diku 5 muaj, le të themi. Tani, domethënë, ata janë gjëra, domethënë, që ndodhin nëpër familje, sidomos janë nëpër familjet tona shqiptare. Edhe është ajo intuita, domethënë, kur femrat shqiptare sundojnë, domethënë, sidomos zona e veriut, për gjithë një partner, po jo se e duan në partner, po thjesht për të arritur, domethënë, me një shtet europian apo me një siç është Anglia apo Amerika, edhe është ai intuita, domethënë, që kur vin këtu fillojnë të mësojnë ato rregullat, edhe por nuk fundin nuk e mendojnë që të bëjnë një fëmijë apo 2 kalamaj, edhe mendojnë që e kanë përdorën kalamaj, domethënë gjithmonë si një armë. Ti gjithmonë e ke akuzuar ish partneren e Lidën që ajo u lidh me ty për të mbërritur në Angli. Ajo që unë kam thënë një realitet, se kjo nuk është një diçka që ka ndodhur vetëm te mua, po ka ndodhur në shumë familje në Europë edhe këtu në Angli, ka ndodhur në shumë familje. A është e drejtë, nuk është e drejtë. Por unë një gjë di me thënë Odeta që njeriu rilind. Ju keni rilindur pas ndarjes me të? Normal. Pse? Unë çfarë kam thënë, unë kam treguar një realitet dhe kam treguar, domethënë, me prova dhe me fakte. Të lutem, ajo realisht të ka akuzuar për dhunë. Elida, kur ka qenë në live me mua, ka treguar që normal jo vetëm që e keni dhunuar, por edhe e keni tradhtuar. Të paktën kështu është shprehur ajo. Të lutem, për të qenë korekte, më lejo të prezantoj disa momente të shkurtra kur Elida ka qenë live me Odetën. U martuar me mua, edhe më la 4 vjet në Shqipëri, erdha 7 zanë në Angli. Kur linda djalin ai nuk niti me mua në spital, me pa fëmijën e vet. Po mor ish gruan e shkoi në shtëpi. Unë nuk e di se për çfarë. A martu me mua, a vetëm me do kalamaj dhe me marr nima në shtet. Nuk e di për çfarë ka bën. Ai më ka dhënë mua, ka dhënë edhe fëmijët. Më ka lënë pa buk, më ka thënë në dorën. Pinte nga 4 gota alkool në darkë, në drek. Lunde bigjoz me 2000 pound dorën. Djali im ka arrit të ka shku marr
qim në BIM, në kosha. Edhe më ka thirr mu shkolla në telefon, më ka thënë, por na ka tregu djali diçka, se babai tyre ka vu dorën ty edhe në fëmijët. Po, i thash, është e vërtet. Nuk jam unë ajo, është fëmia që ka tregu. Më kanë marrë, e më kanë shu në shtëpi sociale. Ty i kishte fëmijët. Pse nuk u bë përpjekje për ta? Po jo i rrifte, i let për pa buk. Tani familja nuk është sllave. Ajo e ka shprehur qartazi që dhuna ka ekzistuar në familjen tuaj dhe le të themi që ti pati probleme me policinë aty në Londër. Normal, ligjërisht jo në Londër. Po ku do në botë, do në botë, do në një kallëzim. Normal që të kesh probleme ligjore me policinë. Dhe do të caktohen sankcionet që ti vendos policia, si që mi pat vendos mu, do në shumë sankcionet. Ama nuk duhet me arrugo se është një gjykat që jep një vendim duke u bazuar të provat, dhe unë kam bërë dy gjyqe, kam bërë gjyqin e parë, dhe gjykata me ka hequr të gjitha sankcionet që mu mi patë vungë dëmon oficerja e policisë gjyqësore. Çfarë ka ndodhur? Ti nuk i takoje dy djemtë tu që kishe nga martesa me Elidën, nuk ishe kontakte as me nënën as fëmijët. Ata ishin strehuar në një qendër për gratë e dhunuara aty në Londër. Çfarë ka ndodhur? Jo. Unë ta kam thënë edhe përpara. Si jo? Por kam qenë unë dhe unë ta qej me provë nga agjencia shtëpisë që oficerës policisë, kur unë jam arrestuar dhe jam më gjashtori, kam thënë, jo, ata t'i kthejnë në shtëpi. Dhe unë kam shu shtëpinë në atë kohë dhe kam dalë jashtë me 2 durin në gjepa. Dhe ju e kam lanë zonjës dhe kalamajve. Për arsyet e kalamajve, që kalamajt mos të humbin shkollën, t'i kishin gjitha kushtet, dhe zonja vajti me atë mendim që unë, me qenë se janë 2 kalamaj, zonja vajti me atë mendim që unë do e maja me të hangë, me pine, do i paguja shpinë, çdo gjë, por nuk funksionon. Kjo, në Shtetin Britanik nuk funksionon kjo gjë. Mirë. Dhe unë realitet jam thirrë 4 herë nga reti social, ku më thoshte që është familja jote dhe ti duhet me ju përgjigj me pagu qanë e shtëpisë, gaz, drita, ujë, dhe kishë bërë zonja një listë për 270 pounds ushqime një javë. Në një kohë që unë kam qenë 4 veta dhe nuk ma kanë arrit 170 pounds një javë. Ndërsa zonja donë dhe i kam thonë shprehnisht, i kam thonë social servicit, i kam thonë jo zotni. Unë investoj, se unë i di ligjet dhe rregullat në Britani, deri në 80 pound ushqim për 2 kalamajt e mi, ajo nuk është më gruaja ime, unë nuk kthehem më edhe nesër shteti, gjykata me ndon të drejtë, nuk kthehem më të elu, për kalamajt e mi, unë Këtë drejtat. Ushqime dhe çfarë të ketë nevojë për beshmatje. E qartë. Dhe kur kam kontaktu me avokatin tim, me ka thonë shprehnisht, jo, në një gjallë të që unë e dija, ty nuk të takon për arsye se të quhet kontakt indirekt dhe të arrestohesh dhe të dënohesh. Dhe nuk e kam bërë një gjallë të tillë. Ti ke qenë në gjyq për shkak të dhunës që ai të denoncoi apo bëhet fjalë për divorcin? S'ka lidhje divorci pa se këtu nuk i intereson Shtetit Britanik dhe divorcin unë apo zonja kemi të drejtë për ta bërë në Shqipëri aty ku është bërë lidhja martesore. Po pra, i ke nisur këto procedura aty për divorc? Dy gjyqe që janë bërë në bazë të akuzës që unë kam pas. Në Londër është për dhunën. Unë rrezikosha një dënim, domethënë 2 deri në 5 vjet. Burg, e qartë. Çfarë e flasim realitetin. Po. Në gjyqin e parë mu ka lexuar këtë akuza dhe nuk e kam pranuar, kam thënë jo, nuk jam fajtor. Gjykata duke parë, domethënë intervistat e saj nuk është bindë dhe me ka hequr të gjitha kushtet
që mu ka qenë caktuar nga policia me detyrim paraqitje, me bllokim pasaporte që mos me dalë të drejt, dhe mu kanë hequr nga gjykata, nga kanë zërtit ato jetën tonë të lirë si në shtetas angles. Dhe më kalon vetëm një kusht, atë kusht të cilin e kam kërku dhe unë nëpërmjet avokatit që s'kam të drejtë kontakti me të, dhe unë nuk edhe sikur të më jep të gjykata unë nuk do e pranoj. Pse? Se do më thënë, çfarë unë kisha kalu, kanë qenë ato dy kalamaj, dhe mu nuk më interesonte kontakti, dhe me kalamaj s'ki të drejtë. Si përfundim, mu ka caktuar data 27 dhjetor, për t'i lënë kohë prokurisë që të mbledhte prova, dhe jam paraqit me datën 27 dhjetor. Po. Dhe me akuzat që unë kisha, unë kur kam bajt, pavarësisht se isha i ndërgjegjshëm që nuk e kam bërë një gjë të tillë, me akuzat që unë me atë mendimin tim, domethënë mendoja do në 70% që unë nuk dal më nga gjykata. Ka qenë shansin që unë futesha në 10:30 fillon të gjyqi, në fakt mu me kanë futur në orën 12:30. Edhe me ka dalë paristeri im, se paristeri ka të drejta më shumë se sa avokati, 2-3 herë, dhe herën e tretë më ka dalë dhe më ka thonë hajde brenda, fitove. Kaq më ka thënë. Pra, ti dole i pafajshëm, të gjitha akuzat që ish nusja kishte ngritur. Kam hyrë në sallë. Ndaj jush? Si është domthon, ku ishte një juri prej 12 vetash, gjykatësa, me kanë komuniku akuzën dhe vetë trupi gjykues, gjykatësi që ishte profesor, me ka konfirmuar dhe më ka thënë sot i përpajmërina, qeshtja e ish gruas tënde të ka ra poshtë për arsye se ajo ka gënjur për çdo gjë. Dhe ju ka drejtuar prokurorit dhe i ka thonë, zotëri ka thonë, duhet të vini me prova se jeni para një gjykate dhe përpajmërina është në shtetas angles, ka 28 vjet në të shtet, s'ka pas asnjë problem me shtetin, ka zbatuar ligjet e shtetit, dhe për arsye pse ai është këngëtar, është një person publik që e admiroj edhe unë. Edhe me ka thënë, you are free, tha, to go. Tha, ti je i lirë, tha, për t'ikur. Dhe me kanë caktuar një datë tjetër për punë të kalamajve. Sepse gjithë problemi tani janë fëmijët. Si do t'i takosh ti fëmijët? Unë do jap maksimumin që ato kalamaj për t'i marrë. Pse? Ajo, pavarësisht se të ka dalë duke folur, që ta ka thonë edhe ty, do më thënë në program, që ato fëmijë nuk janë të ati, unë do luftoj për ato kalamaj. Se e ka thonë ajo nga nervat, apo se e ka thonë nga inati, apo kalamajt nuk ka të drejt asnjëri me abuzu mbi fëmijë. Është e vërtetë. Asnjëri. I dashur për parim. Nuk ka të drejt për të hequr të drejtën e prindërimit. Qoftë nga ana e saj, qoftë sikur ato kalamaj me kanë në përgjithësinë time, nuk kam të drejtë për të abuzuar me fëmijë. Në të gjitha programet që kemi bërë bashkë dhe me tjerë, unë kam lexuar komente, por të një njëri që të bëjë një koment, duhet të futet në lëkurën tim apo në lëkurën e tjetrit. Pa të japë një koment. Pse? Fatkeqësia ime dhe unë që e meritoj është se u lidha në mjeditë me një familje të degeneruar, me një femër që unë i kam marrë vesh me mrapa, se burja është ai që i merr vesh i mrami, ama unë i kam me fakte 2 herë që më ka të nëtu në Shqipëri, pa lërë telefonat 5 herë që ja kapsha me tjërët e linike, pa i kam me fakte edhe në Angli që ti kam që ty nga banka Western Unionit, ku ajo mante dashnarët e vetë që i zike në live, edhe i kinjente jam në më bjeqe, jam që dhe bënte transferta parash, deri në 5.000 pound. E qartë, mi ke deklaruar të gjitha dhe akuzat ka qenë goxha të rënda që ti ke bërë ndaj nënës së fëmijëve.
Por gjithsesi unë desha të thosha diçka i dashur për parim. Për sa i përket komenteve, mos u merr fare me atë pjesë, sepse njerëzit jetë shumë bukur, do të jenë në lëkurën time që të kuptojnë problemin. Unë këtu jam një gazetare dhe nuk mbroj as për parim Morinën, as Elidën. Nuk është problemi dhe as unë nuk e qartë, as Elidën nuk e mbroj. Por desha të thosha diçka, ndoshta ju të rriturit, pra ti dhe Elida, që tashmë jeni ndarë, u bë një kohë gjatë, ndoshta hakmerin me njëri tjetrin dhe dëmtoni fëmijët, sepse është e rëndë kjo për parim, që unë do luftoj të jesh kujdestarin nënës dhe të marrë fëmijët. Ndoshta këtu je pak me mlef dhe po gabon, ata fëmijë ka nevojë dhe për nënën, sikurse ka nevojë dhe për babajnë, padyshim. Me fal, dua ta them një gjë me shpirt. Unë nuk jam një njeri me 8 klasë si e zonja. Po mirë, ti e... Ajo 8 klasë, edhe ato 8 klasë, i ka marrë, më falë për shprehjen, i ka marrë kështu, se ka pas gjagjajnë e vetë të i të shkolla. Por ti e zgjodhe për nuse dhe e dije që e kështë 8 klasë shkollë, nuk është nevoja t'ja kujtosh tani. E kam ditë dhe e kam pranu, ama tratit që ajo mi ka bo, që unë i kam të faktume, do me thënë, ajo nuk ka shumë. Me gjithate, mua nuk e me takon t'i hynë një rrugës e qëfar ka bo, rrugë të tona janë ndarë në jetë, unë si përprajnë ta them një gjonë. Kur nuk e kam dashtur, as se kam pranue, as në krevat, e vetëmja gjë ka qenë, ato kalamaj që mu më kanë majtë, pse? Se i kam dasht edhe i du edhe sot, dhe asun, asa jo, nuk ka të drejtë me abuzu me fëmijë. I keq, i mirë, babaj atyre jam unë që nesër ata do edukojnë nënën e vetë ato të rritën edhe do më kërkojnë. S'kam të drejtë. Asun, asa jo, çfarë e ka bo, janë punë të sajnë. E qartë. Është e drejta sajnë, dhe unë nuk kam të drejtë, as të abuzoj, as të hyta shjetë kalzoj jetën në time sa më ka traktua me këtë qyshe tek, sa është në ditë e gjitha, është nëna e kalamajve të tyre. Amon di me të thonë një gjë. Njerët, qëfar si ndonë ka një jetë, munohet për një mirë, fatkesia ime ka qenë që rash me një familje në mjetit, në një familje me të degeneruara që kishin në rrëtin e mjetitës. Kjo është realiteti. Rash dhe atë familje e ka mojt sa ka qenë i jatë tyne gjallë. Si ka vdek e mrapa, atë familje e ka marrë një dumi. Kjo, ashtu i ka 2 motrat në Itali, ka vlajnë dhe më thonë që e ka një barbon. Por mos të hymë familjes. Dhe se la kur nuk na djersën time të balit, që kam hap një proces gjyqësor, dua djersën time, dua makinat e mia, pare mund t'i kem qumë bit 30.000 euro që i kam bajt me bukë, që kur jam martu me zonin, që i kam me krejt me uesërë. E qartë, por përparim. Këto janë çështje që i përkasin të shkuarës kur ti ke qenë në një familje me Elidën. Çfarë i ke dhuruar familjes së saj, dhurat dhe sot për akmarrje ja kërkon në formë borxhi, mendoj që nuk është e drejtë. Ja, çfarë i ka dhuruar atyne ju e bof Zoti Allah se nuk e kërkoj. Unë kërkoj vetëm 2 makinat që janë vjedh, janë shit, pra të kam hap një qështë e gjysore, unë kërkoj makinat, unë nuk kërkoj që kam qu. Që kam qu ju e bof Zoti Allah sot 1 milion vjetë. I dashur përparim, me qartë e kuptova. Desha do të pyesja, nga momenti që ti e ndarë me Elidën, i ke takuar fëmijët deri në këtë moment që flasin bashkë? Jo, nuk i kam takuar, edhe për takimin e fëmijës, domethënë kam një gjykatën 15 prill, ku do më caktohen, domethënë kush do i marrë fëmijët, kush domethënë i plotson kushtet, ajo është një vendim gjykate që unë nuk mund të flas. Jo, e qartë. Do të jetë gjykata ajo që do vendosi që kush do mbajë kujdestarin. Ajo që vendosen. Po, di kajtëmon që para 7 muash
e kam marrë vesh nga agjencia ku unë kam pas shtëpinë. Po. Do më thënë, më kanë lejmë unë telefon edhe më kanë thonë, zotëria, zonja e kanë hek nga shtëpia me vendim gjykate, e kanë qumë një hotel, se ku s'ma ka dhënë adresën, as nuk më intereson adresa, për e di që e kanë që një 500 km largë, dhe jeton me një hotel me i dhomë. Do unë nga të e më problemet e saj, që mu nuk më intereson fare se ku ka shku dhe ku jeton, mu e mbje keq për Kalamajt, edhe e ti dhe më thonë që vujnë se aty hanë, aty pinë, aty dhe më thonë, ajo rrinë nuk o marrë me ato lafet e grave, se që kanë jo kështu ja pa ashtu, dhe unë nuk kam asi të drejt, nuk kam asi djeni reale, thjesht kam dhe më thënë nga agjencia shtëpisë dhe unë, që më ka lejmë unë, ka thonë, hade, ndash me marrë plashkat që kanë. Thashun, në një kodë që unë shpinë e kam pas të kompletuar, mbi 20.000 pound, malë, se qdo dhomë ka qenë me televizora plasën të shtajtë. Dhe zonja në momentin një mujë që aja ka ditë që ashtu, aja i ka shqitë thënë, nëse televizore se përgëm të kushton të 2.000 pound, aja i ka dhënë për 50 pound. Dhe i ka shqitë tërë gjanat të shpisë. Gjanat të tjera që nuk më një ka shqitë, ju e ka falë atyre shoqeve të veta, falë njerë në ndej, falë tjetën kësej, edhe kështu që atë jetë që unë e kisha ndërtu, për 14 vjetë, aja ka dalë edhe i ka shqitë edhe sot ka vetëm robat e trupit me gjithë Kalamajt. Pra, ti ke mësuar nga agjencia? E qartë. Unë nga atë kohë kam padalë shpinë tina, sot, unë jam aqë në Terezi, sa që unë sot për momentin kam një shtëpi me 5 dhoma ku jetoj vetëm, ku jam të folë me ty. Më vjen mirë, por desha të thosha këtë diçka. Ma ka dhënë komuna emergjencë dhe kam një mujtit që më ka dalë shtëpia ime për tani jetën nga komuna, kam marrë shtëpi komuna dhe vetëm me më sot. Do të pyes, por për parim, ajo që ti ke mësuar për Elidën, sepse ty të interesojnë fëmijët në këtë rast, jo Elida, që 2 fëmijët e tu janë strehuar, le të themi, nga shteti, nga institucionet, janë çuar në një hotel? Normal, edhe mua, momentalisht. Këtu nuk jemi në Shqipëri, nuk ka një vend të Shqipërisë. E qartë, po jemi në Britani. E kuptoj. Dhe asnjëri shteti nuk e lën pa strehu. Po i jep ndihmat, i jep ndihmën. Ju keni pasaportë angleze. I jep shtëpinë. E qartë, ti ke pasaportë angleze dhe je në shtetas aty. Shteti, më ka shtrehu edhe mua dhe më ka dhënë të shtëpi që jam me 5 dhoma këtu. Edhe jetoj vetëm, edhe s'pagasi që jam një pagu. Gjitha shteti, nuk kam arsye pse më ngini. Deri në momentin që unë para 2 javësh kam shku, kam plotësuar dokumentat, ata më kanë thënë, zotnit ka takuar, ka dalë shtëpia jote, jeni në shtetas anglez, ka dalë shtëpia jote, për gjithmonë do të them, firmos tu, kam firmos, edhe hajde, do vesh do marr shqetësat e njëtita. Më vjen mirë. Kam pas. Po pra, nuk ka problemi se i shteti e stroj vetëm atë. Jo, shteti është shteti. Ama shteti ka disa kritere. Nëse ti nuk je në gjendje që atë shtëpi me pagu nesër, atëherë shtetit qënë në hotel. E qartë, e kuptova për parim. Aktualisht keni hyrë të shtëpia e re? Po, unë jam në shtëpi të re, jashtë. Mirë, nuk të pyet atë më tregosh shtëpinë. Ta gëzosh për parim. Me dhomë pritje, televizorin, kam të mon laqen ditëm të shkallë. Ta gëzosh shpinë e re. Me banjo, janë 3 dhoma tjera. I dashur për parim, përpara se komuna të jepte aty shtëpinë, ti ke qëndruar te gruaja jote e parë. Ajo është kujdesur për ty, të paktën kështu e kujtoj dhe kështu më ke treguar. Unë s'kam qëndruar kërkon më falë, masin atë pjesë, unë kam pas marrë hyrjen time, e kam pas, qashun nuk du të më thënë... Ajo është kujdesur për ju? As nuk më interesojnë më marrë në atë pjesë, për kuna zi unë kam shiku jetën time, jeta vazhdon. Pa tjetër që jeta vazhdon. Dhe unë,
Kam 4 muaj që jam martuar. Ti ke nisur një jetë të re, prandaj më the rilinda. Unë jam martuar me një shqiptare në Tetov të Maqedonisë, një familje e shkëlqyer, është vajzë e vetme, ka 4 vajza. Një familje e shkëlqyer dhe unë për momentin unë ma shumë e kalej jetën atje se sa e kalej këtu. Do me thënë, ke 4 muaj që je martuar me një vajzë shqiptare nga Maqedonia e Veriut. Po, një familje e shkëlqyer. Dhe më vjen mirë. Unë, më pas se nuk jam për atë familje. Kjo është martesa e tretë, urojmë të jetë e vërteta për ty. Jo, nuk është, jo se është martesa e tretë, se më atë të parën, do më thënë, unë s'kam pas thjesht kanë qenë domon disa probleme, si që patë marrë ata në Angli, ne ka qenë mosha adoleshente, ki parasysh puna dokumentave, me krijuar, me ashtu, domon, se ajo domon shumë gjana nuk I kam folë, pse se nuk kam qetë me folë. E qartë, është drejta juaj të tregoni atë që ju doni të thoni. Martesë që kam pas të rregull, unë kam pas një martesë me qatelit, që nuk më hecën gjanat, dhe është kjo martesë e dytë që unë kam. I dashur për parim, por me çato foto. I dashur për parim, por ti s'ke bërë ende divorcin me Elidën, duhet bësh divorcin me urgjencë që të martohesh me vajzën nga Tetova. Unë divorcin e kam hapur në Shqipëri. Ke nisur procedurat e divorcit? E kam nisur, edhe si procedurë, ama nuk ka ligj në botë, kur ti ndahesh, unë nuk kam të drejtë me pa marrë divorcin nga gjykata e shtetit shqiptar, nuk kam të drejtë me lidhje martesore. Patjetër. Ama nuk ma hek të drejtë mu, se s'ka nasi ligj, as I kod penal, familjar apo civil, që më hek e drejta mua për një personi tjetër, për kriju një lidhje. Jo, në jetë njeriu martohet sa herë të doj. Mjafton të divorcohet me personin e parë. Unë base jam I gabuar, a e ke parasysh? Jo, je korrekt për parim. Unë nuk ta thash pse unë kam kriju një jetë dhe jam martu, dhe për ta thënë prapë që nofta unë nuk jam për atë familje dhe për atë vajzë. Gjini nuk e kam për asnjë, se kam karakterin tim për ta krijuar. Çdo gjë e din, dhe çdo emision që kemi po bashkë, ajo I ka. I ka parë, ti e ke bërë jetën tënde publike dhe nuk ke çfarë të fshehesh, a kuptoj qartë? Po pra, nuk kam edhe me dashme fsheh, unë s'kam çfarë fsheh. A e ke parasysh? Është diçka që unë as e kam gjenë, as kam arsye për ta gjenë se nuk shkon jeta as nuk mund të krijesh një familje të mbështetur mbi gishtat. Unë kam tregu shka që ky jam zoj, të pëlqen okej, nuk pëlqen okej. Të uroj, të them të trashëgohesh. Dhe jam I bindur që nofta unë nuk jam për ata. E qartë, e kuptova. Për parim. Por nuk ta thash këtë. Më lejo dhe mua të uroj. Edhe një pyetje doja. Nuk ta thash në fillim që kam lind, pse unë kam kriju një lidhje dhe unë do jam martuar. Kjo është një pjesë e jetës si jeta vazhdon. Unë ta thash nga padrejtësit, nga akuzat që domethënë me janë bërë, nga Sonja, vjen një ditë që e drejta del dhe fiton. Dhe nga jo unë kam rind. Se unë fare letë, se në gjykata mbarët për një fjalë, ndryshon komplet edhe merr atë që nuk takon. Por unë kam rind, pse? Se kam fitu të drejtën time me të drejtën e Zotit. I dashur për parim, më lejon të uroj, të them të trashëgohesh dhe me jetë lumtur. Faleminderit nga ty, edhe më ti më lejo mua. Hej Zot, pas Zot në qiell, hej Zot, ti, me familjen tonë, me ty kalamajt e tu që ke, hej Zot, pas lumëtërin e botës në jetën tonë e familjen. Të falenderoj, se nuk ka gjë më të shenjtë se sa familja. E vërtet, është shumë e vërtet. Këtë ta uroj me shpirt. Faleminderit sinqerisht. Për parim, më lejon të pyes si u njohe me si quhet zonja, gruaja? Zonja quhet Saide Fedahi. Po, si u njohe? Është nga Tetova, është shqiptare, ka 4 vëllezër, 8 janë të martuar,
2 jetojnë në Gjermani me familjet e tyre, 2 jetojnë në Maqedoni dhe janë një ndër biznesmen më të mëdhenj të Maqedonisë. Janë domethënë personat që aeroportin e Shkupit ata e kanë bërë. E qartë, por si u njohet ti me motrën e tyre? Me antën jam njoftur domethënë me antën i shoku që domethënë kishte lidhje familjare edhe me thënë drejtën kur unë kam folë me ty, unë kam qenë në bisedime. Ishte në njohje me zonjën? Po, vetëm gjanë domethënë nga ana familjes saj. Flasim gjithmonë domethënë nga ana familjes saj, pasi unë me këtë isha non-stop në telefon, nga ana familjes saj, domethënë unë i kam kërkuar një gjë. I kam thënë, Zoj, flasim si flasim, unë të kontakt me familjen tonë. Nëse nuk kontaktoj me familjen tonë, Zoj, unë të bëj një blog, edhe ti punë tonë, unë punë time. Pse? Se unë gjanat i du drejt, dhe nuk i duhe fshehura. E qartë, për shkak edhe të moshës, gjëra do t'i bëni zyrtare, nuk jeni ma adoleshente, kuptoj qartë qëllimin. Atë ditë, vllai vet më ka thënë në telefon, edhe ka thonë mora vesh pension, jam në punë, a ka mundësinë ka thonë që unë dark me ta kthy një përgjigje. Sa të keq, ka vajt në shtëpi, e ka diskutu me bab, me nan, me vllazën, me këtë, domethënë, dhe si përfundim kam pas një pretendim e para, si që se ata kanë një vet fanatizmin e vet, nga ana ime nuk i kanë, 2 gjëra nuk i kanë pëlqyer. I kam thënë, e para më i motë i kam thënë, është këngëtar. Dhe këngëtarët nuk kanë stabilitet, se kanë pas atë. E dyta i kam thënë, më i motër, shqiptari Shqipënisë, bërë i kanë thonë e këta shqiptarët e Shqipënisë i kanë thonë që se kanë pas atë besimin e mos polu me ty. Dhe ke ka thonë që zëtë njune që ata e duhe, që ata ose ka me nejtë këtu me ju. Dhe si përfundim, më ka thirë në telefon i vllai, edhe më ka thonë. I pash harin, hajde për të duash, a moa një gjë mbaj e mend. I thash çfarë? Kemi tha jemi 4 vëllezër, në anë e bab, kemi një motër dhe kemi një drejtësyri dhe e vuri gishtin tuaj, edhe i ranë latë. Dhe unë kam shku, pas një javë të shka e tjilë, kam bajtë Maqedoni, ka dali vllai në raport, të Shkupit, kam shku në familjen, kam nejtë në familjen e tyre atë natë, dhe unë janë lidhë krejtë familja, dhe unë edhe më ka thonë, i pasharin zotninja, dhe po të arshkofshi, është bërë zyrtare. Do unë ka vazhdu, kam vajtë pastaj në 10 orë, më ka marrë rrugja në telefon, i era fix pas një muaj që unë isha thyrë, nejta 3 javë tjetë, jam thyrë, me 30 orë ma ka prek rrugja biletën, i kam hypë punit, kam vajtë për me po vitin e ri, i jati ishte në gjendje të rëndë, unë vajtë për një javë, dhe me datën 7 janar, i ka vdekur i jatit, kemi bo funeralit, kam nejtë edhe 3 javë tjera, duke sa bo funeralit e këtej, edhe jam thy Londër, ama qofta jo, qofta të vlezit e vetë, pavarësisht do më thënë, se kur nuk e njeh njeriu, mund të flasësh. Ama edhe sot familja atyre, nëna vetëm, se vlezit e tyre, do më thënë, me thrasin në telefon, i thras, kemi të më thënë një lidhe shumë një, dhe kushe tisar ma kam thonë që nuk i kemi besue që kaska dëmonë shqiptarë të Shqipënisë me qenë njëri dëmë thënë kash korrekt. Jo, ma vjen keq që shqiptarët e Kosovës mendojnë për shqiptarët e Shqipërisë, për ne kështu, sepse pyll pa dëra nuk ka plot shqiptarë që janë mashtrusa, po ka dhe shqiptarë shumë të mirë, sikurse edhe në Kosovë, kudo në botë. Gjithsesi, i dashur përparim, unë të uroj një jetë lumtur, të trashëgohesh, qofshi lumtur me zonjën në fjalë, por besoj që pas divorcit me Lidën do bësh të pamundurën ta sjellësh në Londër, sepse do jetoni bashkë. Jo, unë po bëj të pamundurën për ta sjellë në Londër, unë po eci me atë, por ka qenë një problem se ajo ka pas pasaportën
dhe që i ka po dje i ka po. Në fakt se kam që 3 muaj që merrem me këtë gjë. Me dokumentat e qartë që të bashkoheni. Ajo ka pas pasaportën, domethënë nuk e ka pandruar, ka pas Maqedoni. Po Maqedonia ka ndryshuar nga Maqedoni e Veriut. Po, e qartë. Ka pasaportën e vjetër. 3 muaj që merrem dhe dje i kam mbaruar domethënë me foto, me dokumenta. Dhe i kam thënë për 10 ditë të pasaporta, dhe thonë për momentin, domethënë se un kam se kur ligjin e njoh fëmijë. Ke vite aty. Dhe po mundohem domethënë për ta sjell me një vizë për momentin, vizë turistike. Nëse domon ambasada, se është drejta ambasadës, ja refuzon, a e ke parasysh. Unë kam të drejtën time ligjore. Mirë, unë jetoj me të dhe kam të drejtën ligjore. Dhe unë e la shtatzone, pres në muj, si fin dhe fëmija, unë i marë pasaportën automatikisht në ambasadë, se sa fëmija ime. Unë të uroj jetë lumtur. Në bas të fëmis, atë ja Treqe dhe nënën. Unë të uroj jetë lumtur, sinqerisht me zonjën në fjalë, uroj të bashkohesh sa më shpejt dhe me 2 djemtë e tu, dhe të uroj gjithë të mirat e kësaj bote për parim. Për zotin e Edeta, më kupto drejt. Për parim Marina, ty gjona jam betua, që s'kam më resh dhe në pikën e fundit gjakit. Qatë gëu që e kam, sot për sot, një. Dhe qatë 2 kalamaj, u bon 2, për parim se folli dhe në pikën e fundit, kam me hec, edhe kam me imrojt, edhe kam me mbështet, qoftë puna me dhëmë edhe gjakun, e fundit tjetës time. Pse? Ata janë kalamajt e mi. Dhe ta uroj me zemër, të bashkohesh sa më shpejt me 2 fëmijët. Mirë, për parim, unë të falenderoj që ishim të 2 së bashku në këtë live. Më vjen mirë që dole i pafajshëm dhe nuk rrezikon të ishe pas hekurave aty në Londër. Unë kam rëllind. E qartë, e kuptova tashmë. Je i lirë, ke filluar një marrëdhënie të re, gjithë të mirat e kësaj bote dhe do mbetemi bashkë në kontakt. I thoni lafi mas breshërit del dielli. Kur nuk mund ta mendoja, po gjithmonë mendoja, domethënë më ishte kriju në atë psikozën time që unë do jem prapa ekur atë. Me të padaj, por jo. Për mua, aq mirë mi solli Zoti gjanat marë, mi solli gjanat të marë. U fejova, u martova, më doli shtëpia ime, ma dha shteti të marë, sikur e ka unë zoni se ka qunë atë, do në mu ma ka unë tërë të shtëpi si që pe vetë, dhe ma pagun shtetë, s'paguja si gjasë, jam me raport mjekësorë, nuk e dija ke ma vesh, pa ta bërë një operacion, unë 4 operacione një herë. Të shkuara. Dhe jam me raport mjekësorë për një vit, dhe nga anë raportit mjekësorë, unë fitova, më hoqen nga shtëpia që e kam pas me qëra që e paguja vetë, e pagon tani shteti. E kuptoj. Dhe ma dhënë të shtëpi dhe s'paguj as gaz, as drit, as ujë. Çdo gjë do unë kam paguar nga shteti. Plus i japin edhe 1200 euro në muaj vetëm për ushqimin. Më kanë dhënë një person për me mbo shërbim 5 orë në ditë të donë nga ona e komunës. Të kujdeset, e qartë. Dhe nuk e kam pranuar. Me erdi martesa, me erdi ma dhanë shpinë, para 2 javë dorë në thevën, jam konë Maqedoni, ku më kam t'jem telefon, kam marrë, kam firmos dhe mund ka dalë shtëpia ime për gjithmonë. Dhe qëndron ajo shpreha... Unë, gruja dhe kalamajteni. Dhe qëndron ajo shpreha që the pak më parë, pas shiut për ty lindi dielli. Dhe të uroj ta kesh gjithë jetën diell. Mirë, për parim, të përshëndes nga Tirana. Shumë faleminderit edhe përshëndes, jo si një gazetare, jo si Edeta. Po të përshëndes, ti je bindur dhe kam respekt si me qenë motër e imja. Të falenderoj. Si i vetmi person që ti, as ke mojt krahun tim, as të zonjës, po je i vetmi person do më thënë që ke qëndru pranë, ke jetu me halët e tona, dhe për ta qofshe bekume për Zotit e Zotit bekoft. Të falenderoj. Mirë, miru pafshim. Do mbetemi kontakt, miru pafshim.
Mirë të dashurishë, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Ndërkohë nëse edhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet këtu në live më odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjni pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube, ku çdo paradite ora 10 jam live me këto histori shqiptare, histori që vijnë jashtë territorit të Shqipërisë, jo vetëm shqiptar brenda Shqipërisë, por nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, nga diaspora, kudo që ka shqiptar. Sigurisht ju falenderoj që më ndiqni, më komentoni, më mbështesni, por edhe më kritikoni. Faleminderit dhe takohemi nesër.